Elhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Allahun azza wa jalla falenderojm. Salavatet dhe selamat Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgoj. Të nderuar, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me shpjegimin e surës Alu Imran. Ku sot me lenin Allah fillojmë ajetin numër 59, 60 dhe kështu me radhë sa do të mundemi të arrijmë. Në këtë ajet kuranor, Allahu te bareke ve teala ju jep përgjigje delegacionit të Nexhranit, që ishin krishter, e që në mesin e tyre kishte disa lloje që ata mes vete nuk ishin të një ideologjie, të një besimi konkret. Delegacioni i Nexhranit është në ndodhje e njohur në historinë islame, që është e gjanë e gjatë, e që Ibn Kathiri rahimahullah këtu pjesërisht e përmend si shkak për shpalljen e këtij ajetit kuranor dhe disa ajeteve tjera. Dikon 70-80 ajete thuhet nga Ibn Kathiri dhe disa komentatorë që janë shkak që Allahu i ka shpallë si përgjigje ndaj dilemave dhe dialogut që e ka zhvilluar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me prijesit e Nexhranit. Dhe këtë mbajni mend, dhe është tema se me rëndësi, sidomos për neve që jetojmë në një vend ku kemi në mesin ton komshi ton, kemi shok ton, kemi njerëz ton, kolegë, bashkëvendas që jetojnë bashkë me neve këto, që janë krishter e që e kanë këtë besim. Shumë është me rëndësina me kuptu thelbën e këtij dialogut të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me banorët e Nexhranit, trajtimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ndaj tyre dhe qëndrimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ndaj tyre, hyrja e tyre në xhami dhe sjellja të gjëra të cilat përmenden në këtë ndodhi, që do të mundohem të jemi shkurtër, sepse qëllimi kryesor jonë nuk është shpjegimi i ndodhisë, sa është përgjigjja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por të thënë përgjigje ja dha mbi 7 kaçej pasi që Allahu ja shpalli atë. Përmendim në Kathiri se prej Nexhranit vinte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam 60 veta vjen delegacion. Sa që përmendet sahabët radhiyallahu anhum thonë kur delegacion më të rënditur, më të përgatitur, më të veshur në pamje dhe në bukuri, nuk kemi pa. Nuk kemi pa, si delegacione. 60 veta. Vinë në Medinë, prej Nexhranit, që është largë Medinës, e që vinë me qëllim që të bëjnë debat konstruktiv me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam rreth bindjeve të tyre që i kishin në raport me Isa alayhis salam. Një pjesë prej tyre e njihnin mirë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me tiparët dhe cilësitë dhe shpjegimet dhe paralajmërimet që ishin në Bibël më herët që Allahu ja pas shpall Isa alayhis salam në Injil. Dhe subhanallah, besimtarët e vjetër të krishter e ka njohur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me tiparët e tij hiç pa e pa. Që ta bën me dije se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka pas pamje, ka pas tipare, sjellje që njerëzit që e kanë lexuar Biblën hiç pa njohur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, hiç pa i ditë se ai ka emrin Muhammed, veç kur e kanë pa atë çmir është i përshkruar në Bibël Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kanë mujt me njoft. Sikur shtash për dikant për neve me thonë dikush, do vije një filan person, e ka në kaq mosh është, ka mjekër, e ka për shembull fanelën e bardhë, ka pantallonat e zeza, është një 70-80 i nalt, e ka këtu një nishan, e ka kështu ashtu, flet kështu, lëviz kështu, ka që në detaj e ka qenë i shpjegu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Bibël. Dhe kur vinë lajmët në Nexhran se ka dalë një njeri i cili
pretendon se është pejgamber, dhe kështu të duket, e marrin qitapin e çelin, dhe kjo është e pejgamberi që Isa a.s. në ka treguneve se ky do vije. Kështu ka lind tek ata ideja dhe ka lind edhe ajo nevoja për të ardhur dhe për ta pa hakun. Dhe në këtë ndodhi vjen në shprehje një teori dhe një qëndrim kuranor se ajo bindja intelektuale është më e lehtë se sa bindja shpirtërore. Shumë më lehtë dikant dhe bind se alkooli, shembull, se alkooli është i dëmshëm për shëndetin, ama shumë i kizor me bind atë me elon. Shumë lehtë ki me bind dikant se zinaja është shumë e dëmshme për shoqërinë, ama i ki problem me bind epshin e ti që e me elon zina. Ma azar, ma vështirë është me bind. A dhaj me ti derisa është të thotë po, valla, shumë punë e keqe. Më njëherë jam pishman pse këm bo atë gabim, i bi pishman sen, po kalon një kohë apet epshi, të të jamun dhe ja fiton atë inteligencën që e ka. Andaj do të hasni në historinë e njerëzimit shumë njerëz inteligent që s'kan mujt me mbajt në kontroll epshin e tyre. Ajo është inteligent, është i mençëm, po është njeri që se ne kontrolloje epshin e vetë. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjithë që e kanë pa e kanë kuptuar dhe e kanë ditë me të parë se kjo është pejgamberi i Allahut. Dhe kjo bindje ka qenë shumë e qartë në logjikën e tyre, si me bind epshin që me pasu këtë pejgamber. Kjo është ajo që këtu në këtë rast do ta përmend me një ndodhi. Dhe përmend transmetuesi, e përmend këtë tregim Ibn Ishaku, thot 60 veta vinë prej Nejranit, 14 prej tyre ishin kryetar fisesh në mesin e 60-ve, 3 prej tyre ishin më të dallum dhe më të zgjedhurit dhe njëri prej 3-ve ishte emiri dhe përgjegjësi i gjithë grupit. Kështu çfarë strukture të organizimit në vetë këtë grup delegacion që vijet të takoje Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kuptojnë se sahabët sa të drejt kanë qenë dhe sa mirë i kanë livdu aty ku duhet mi livdu. Të organizu, të regullu, të bukur, të pasër, struktur, që se cili ka ditë rolin dhe pozicionin e vetë që e ka në këtë delegacion. E thonë sahabët, gjë që s'kina pa kështu në delegacionet tjera. Vjen delegacionin e Nejranit në namazin i kindis, në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çohen muslimanët mu fal, edhe ata çohen kom. Edhe ata çohen kom. E ata kur çohen kom, kthehen ka lindja për t'u lutur. Dhe disa prej sahabëve me një farë forme dëshën me i tregu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se kjo që këta e bëjnë nuk është në rregull. Na jemi në xhami, po dojmë u fal ka kibla, ata lene se kanë hinë xhami 60 veta tani, kthehen ka lindja. Lindja të na i bie kështu. Do të na të kthehemi kështu, ato 60 veta mu kthi ka janë tjetër të kthehen për t'u lutur. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha sahabëve, da'uhum yusallu. Lenin e të lutën. Këshireni? Lenin e të lutën. U qunë ata në kom, sahabët u qunë kom me fali kindin, ato u qunë kom, u këthin ka lindja me lutë Allahun në formën e tyre. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i thotë, leni në të lutën. Këshireni? Respekti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ndaj një delegacionit që ka një ideologji dhe një fikri si ndryshe prej asaj që ka Islami. Edhe atë brenda në xhami. Kjo ndodh në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Në mesin e tyre ishin 3 të dalluar me 3 të veçuar, dhe që njëri prej tyre ishte me emrin Sejid, tjetri ishte me emrin Ebu Harith ibn Alqama dhe Aqibi. Ebu Harith ibn Alqama ishte nga fiset arabe, i cili kishte mbet në fejnë e pastër të Isës a.s. dhe që kishte lexuar shumë për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, saqë ishte bind me besu dhe me pasu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe ky vjen këto. Por si rrjedhoi e faktit që ky ishte një njeri me nam në mesin e arabëve, krishterët kishin ndërtu disa kisha në emrin e tij. Dhe këtë njeri, perandoria romake, e nderonte pa mas, ndë një perandori e madhe me nderu një person arab nga mesi i fiseve beduine. Sa të qëtëj llogaritën arab beduin. Madje edhe me ndërtu kisha në emrin e tij. Dhe ky, kur e shifke Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe përshkrimet, jepke me besu nga ana tjetër, kur shifke autoritetin, pozitën, namin që e kishte në mesin e krishterëve dhe tek perandoria romake në atë kryinë e vet, që duke diçka shumë e madhe, kjo do të thotë nuk ja lejoj atij që ai më pranu Islamin. Dhe krishterët dhe delegacioni para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i paraqet 3 argumente, madje paraqet edhe divergjencët e tyre, që një pjesë prej tyre thonin që Allahu është një i vetmi i cili meriton që të adhurohet. Në pjesë prej tyre thonin që Isa a.s. është biri i Zotit, e një pjesë tjetër thonin që Allahu azza wa jall është 3-1. 3 i treti. Thonin që është 3 i treti, që është fjalë kontradiktore, dhe argumentonin këtë. Thonin që një pjesë prej tyre që thonin se Allah është i vetmi që duhet të adhurohet, këto kishin mbet në fenë e pastër të Isës a.s. Në vetë delegacionin, që përmendin citate që janë të regjistruar dhe të shkruar në Bibël se Allahun duhet të adhurojmë. Tjerë që thonin se Allahu Isa është i biri i Zotit, thonin se Isa kalin prej nonës e baba Isës është Allahu te bareke ve teala. Zoti na ruaj ja dhe billah. E një pjesë tjetër thonin se Allahu është Allahu, Isa dhe Meriemi, andaj kjo është ai trinitetin e treshit që na besojmë. E që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, i sfidon ata dhe i thot e jani që na të betohemi tek Allahu e të bëjmë mubahele. Mubahele çka do të thonë? Mubahele në gjuhën arabe, terminologjinë islame është që kur dy parë se mirën vesh mes vete dhe pretendojnë se dytë që janë në të drejtë, thonë atëra e lusim Allahun që Allahu ta mallkon atë që është në gabim. Ti thyje tonë në temën, a kena me lutë Allahun që atë që është në gabim Allahu atë ta mallkoje. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, hajde të bëjmë mubahale, nëse na jemi në gabim, Allahu na mallkoft neve, e nëse ju jeni në gabim, Allahu ju mallkoft juve. Ata i thanë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, a ban të mendohemi deri nesër? Të mendohemi deri nesër. Dhe i thanë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, si mundet në argumenta se Isa nuk është biri i Zotit. Si mundet që me lind ai pa babë? Në argumenta. Në e kalëzu kush është baba Isës.
Na i përmend kush është baba i Isës. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam heshti. Dhe masi që heshti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jall ja zbret shpalljen prej qiellit dhe ju përgjigjet delegacionet në Najranit. Kur ata takon mes vetë të 60-it, i thon personit më të devotshëm dhe më të ditur në mesin e tyre, madje edhe që i udhëheqke shkollat e krishterizmit tek krishterët dhe në perandorinë romake, i thon, çka mendon ti në këtë punë? Si thu ti për këtë punë? Tha ky Abdul Mesihi, e tha, vallahi tha, o ju krishter. O ju krishter. I keni dy zgjidhje. Zgjidhja e parë tha, ju me shku prej këtujt dhe mos me vazhdu këtë mohabet. Ky është pjesë e delegacionit. Tha zgjidhja e dytë është me hi nesër mu taku me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe me bona mubahala, ata ta dinin një gjë. Nuk ka pejgamber që ka kërku mubahale me popullin e vet, e që Allahu atë popull se ka faru, e se ka zhduke që s'kam pa kur ditë bardhë. Tha nëse hine e bëjni këtë, që kjo na pret tha neve, se kjo e dinte dhe ishte i bindur se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam o shak dhe s'është pejgamberi i Allahut, sepse ishte nga njerëzit më të ditur në mesin e krishterëve. Dhe erdhën të nesër delegacioni dhe i than pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha na kina me mbajt fejen ton, ama kërkojmë prej teje që të na i dërgojsh dvije me neve një njeri i drejt, i cili ka me gjiku mes neve, kur na nuk kina mu marrë vesh mes vete. Këshirni, e din se Islami është hak. E din se Islami është zgjidhje. Dhe e din se Islami është më e mirë dhe më e drejtë dhe më e urtë se ajo që e kanë ata. Dhe i thanë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, na nuk kena me pranu Islamin. Ama pranojmë që ti neve me na e çuni njërin tan të vije me neve shtash të kthehet në Najran, i cili ka me gjiku me ne mesin ton kur nas kina me mujt mu marrë vesh. Pa me çka do gjikoja? Do gjikoja me Kur'an. E pranun gjikimin me Kur'an, në rast se ata nuk mirën vesh mes vete, ama nuk ishin në gjendje me pranu Islamin. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të nesër më përmendit në një transmetim dhe ju tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të vini nesër në drejt, ka mua caktu kush do vije me juve. Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu tregon në këtë ndodhi që e përmendi Ibn Kathiri, thot kur një tënteme s'm ka shku ndërmend me pas qef të kena unë diçka si përgjithësi. Përvecën që këtë moment kisha qef që unë të shkoj dhe të gjikoj në mesin e banorëve të Najranit. Thot dhe e falem namazën e drekës. Dhe para se me fal namazën e drekës, u mundojsha mi dal para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur e fali namazin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thot Omeri radhiyallahu anhu, unë u drejtoj shakrin që me më vërejt se aty jam Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, derisa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, po acaktoj juve që të vije e të gjikon në mesin tuaj Ubejda ibn Jarrah radhiyallahu anhu, dhe e thiri Ubejden dhe i tha, ti do të shkosh me delegacionin e Najranit dhe do të gjikosh me mes tyre për çështjet që ata nuk do të mirën vesh mes vete. Dhe Allahu azza wa jall në ajetin që është shpall Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përgjigjen që muadhonën beni krishterëve në këtë rast se kush është baba i Isa alayhis salam, momenti që ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tha Allahu te bareke ve taala shpallë ajetin kuranor, inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam. Thot Allahu te bareke ve taala, shembulli i Isës tek Allahu azza wa jall është sikurse shembulli i Ademit. Rasti i Isës është sikurse rasti i Ademit. Shumë thjesht është përgjigja. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Allahu Ademin e krijoi nga dheu, nga toka,
e pastaj i tha trupit të Ademit, bëhu edhe bëhut, edhe u bon. Bëhu njëre edhe u bon njëraj. Ademi ishte loq, ishte statuj, pa shpirt. Allahu i tha bëhu njëre, u bon njëraj. Dhe përgjigja e Allahu te bareke ve teala është shumë dimensionale. Shifeni, aq thjesht e tregon këtë Allahu te bareke ve teala për me tregu fuqinë e vet. Dhe këtu ka shumë përgjigje. Shembulli i Isës alayhis salam që Allahu e fali pa bab, është shumë më i thjeshtë se shembulli i Ademit që Allahu e krijoi pa qenë hiç. Isa alayhis salam bile ka pas non. Dhe para Isës ka pas shumë njerëz shembuj tjerë se ka pas njerëzim. Para Ademit ka pas asnjë njerëz. Dhe Allahu panon e pa bab. Panon e pa bab. Pa pas yrnek tjetër më herët. E fali Ademin veç të tha bëhu edhe bëhu, u bo. Veç me fjalën bëhu edhe u bo Ademi. U bo Adem, u bo njeri. Kur ka pas fuqi Allahu azza wa jall, hiç pa pas njerëz me fal Ademin veç me fjalën me urdhnin bëhu edhe u ka bën. Çfarë është për Allahun atë rond që me fal dhe me kriju një his pa bab, tu pas nonë, tu pas shumë shembuj tjerë të baballarëve dhe të njerëzve para Isës alayhis salam. Për Allahun është shumë e lehtë edhe falja dhe krijimi i Havës, që Allahu e fali Havën nga buri edhe Hava u fal panon e pa bab. Hava Ademin alayhis salam basharte pat, jo bab. Po Allahu e fali nga Ademi alayhis salam. Te bareke ve teala me fuqinë e vet absolute. Pse mund të jetë për Allahun e rond me fal Isën vetëm prej nonës së vet. Dhe kjo ishte përgjigja e pyetjes së tyre kur e pyetën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se kush është baba i Isës alayhis salam. Allahu azza wa jalla tha shembulli i Ademit, shembulli i Isës, por Allahu azza wa jalla është sikur se shembulli i Ademit, cilën Allahu e krijoi vetëm me urdhnin bëhu edhe u bë. Se këtë pyetje mund të dikush me ta bë prej krishterëve. Një shok i joti, një koleg i yti, me ditë me dhënë përgjigjen. Mi pas të shembuj të gatshëm që Allahu hiç pa qenë Ademi e fali, Ademin alayhis salam. Allahu e fali nga Ademi Havën. Dhe e fali nga mbeljemja Isa alayhis salam. Por Allahu është shumë i lehtë. Pastaj thot Allahu azza wa jall, el haqqu min rabbika fala takunanna min al mumtarin. Haku dhe e vërteta është ajo që Allahu azza wa jall thot. Dhe mos u bëni nga mohuesit dhe lajthitesit. Dhe keq komentuesit. Mos u bëni prej atyre. Haku është Allahu atë që e ka thonë. Dhe të hakun dhe të vërtetën mos e devijoni. Mos e mohoni. Se çdo sen që thot Allahu, ajo është ashtu e vërtetë. Vetë delegacioni i Nejranit është historinë e vetë. Është ndodhinë e vetë që kanë ardhur kokat e krishterizmit në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e që ata vetë mes vetes kanë qenë të një besimi. Vallahi deri në ditën e sotit. Ki krishterë që besojnë në Allahun te bareke ve teala. E që për x arsye dhe rrethona, do të thotë nuk kanë arritur ende te ajo bindja që me besu se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi i Allahut. Veç kjo mungon atyre. A që i thon vetes krishter, nuk besojnë se Isa është i biri i Zotit apo që Isa është vetë Zoti. Nuk e besojnë. Nuk besojnë në Trinitet. Andaj të krishterët e vjetër keni me gjetë
për Trinitetin që thonë Allahu, Isa dhe Merjemja. Pastaj dikur më vonë ka ardhur devimi që ka thonën shpirti i shenjtë për Xhibrilin alayhis salam. E që thonë Allahu, Isa dhe Xhibrili. Se vetëm mes tyre do të ka ndryshime të shumta që ata vetë e dinë që i kanë bërë në librin e shenjtë të tyre. Pastaj thot Allahu azza wa jall: "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'nata Allahi 'ala al-kadhibin." Thot Allahu azza wa jall: "O ti Muhammed, o pejgamberi, pas kësaj që ti je duke u asqarua atimve, nëse dikush e vjen edhe polemizon me ti, vazhdon me polemizu, ti thuja atimve, ta'alu, nad'u abna'ana wa abna'akum, hajtë ti mbledhni fëmijët e tonë dhe fëmijët e juve, gratë e tona dhe gratë e juaja, dhe na vetë shkojmë aty, të bëjmë krejt bashkë. Thumma nabtahil, e pastaj bëjmë mubahala. Dhe themi, mallkimi i Allahut qoftë mbi gënjeshtarët. Mallkimi i Allahut qoftë mbi ata që gënjejnë. Që gënjejnë dhe thonë se nuk është kjo feja hak. Dhe kur ju tha kështu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ata nuk pranuan krishterët me hi me bu mubahele me Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se ishin të bindur se nëse hynë në këtë mubahele, fara e tyre dhe nomi i tyre do të zhduket për gjithmonë. Dhe thanë, kokat e krishterizmit në atë kohë, nuk ka popull që ka hi dhe ka bo mubahele me një pejgamber të Zotit e që ka mbetet nuk është faru dhe nuk është zhduk. Thanë, jo, nuk pranoj. Dhe delegacionin e Xheronit nuk pranoj me bo mubahele me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se sikur të ishin të bindur se ato janë në hak, do të bënin mubahele me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por ata ishin të bindur se haki është me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam dhe si rjedhoje e kësaj refuzuan që të bëjnë mubahele me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, që mallkimi i Allahut të mbetet mbi ata që gënjejnë. Se e dinin se pretendimin që e kanë është gënjeshtër në emër të Zotit, e nuk ka popull që ka gënjy në emër të Allahut i cili ka mbet mbi rrugën të kësaj që ka bë mubahele. Allahu gjithë një atë popull dhe atë grupacion e ka zhdu. Thotë Allahu te bareke ve taala, inna hadha lahu al-qasasul haq. Me të vërtet, ky tregim është i vërtet, është hak. Me të vërtet, gjitha tregimet e Kuranit janë të vërteta. Nuk ka mohim, nuk ka shibe në ta. Wa ma min ilahin illa Allah. Dhe gjitha tregimet e vërteta dihet se nuk ka Zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut te bareke ve taala. Wa inna Allaha lahu al-azizul hakim. Dhe me të vërtetë Allahu është i fortë dhe urtar. Me të vërtetë Allahu azza wa jall ka fuqi. Dhe atë fuqi të vetën Allahu azza wa jall e shfrytëzon me hikmet, me urtësi, si çdo më së miri Allahu te bareke ve taala. Fa in tawallaw fa inna Allaha alimun bil mufsidin. E nëse këta ja kthejnë shpinën të vërtetës, Allahu është fort mirë i informuar me ata të cilët bëjnë fesad, shkatrim dhe sherr nëpër tokë. Allahu e din. Para se me ndodh gjitha këto, Allahu te bareke ve taala e din. Ky është një tregim dhe një përgjigje për ehli kitabët, për krishterët në Kur'an, që Allahu te bareke ve taala i jep përgjigje dilemave të tyre, dhe se Allahu azza wa jalla përmend këtë tregim si të vërtetë në Kur'an, e që për neve besimtarët duhet me qenë si një inkurajim që shokëve tonë, bashkëvendasve tonë dhe atyve që mendojnë dhe besojnë ndryshe prej neve, të kemi më shumë vullnet që atyre me hikmet, me urtësi, me butësi, të asqarojmë këto shembuj në Kur'an në formën më të mirë, më të bukur të mundshme. Se vallahi kanë në mesin e tyre njerëz që e duan hakun dhe të vërtetën, por fatkeqësisht si rrjedhoj e mos durimit ton dhe si rrjedhoj e mos dijes ton na
ndonjëherë edhe nuk jemi në gjendje që atyre më ua shpjegu këto tregime të vërteta e të mira e të urta që Allahu i përmend në Kur'an. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Do të vazhdojmë inshallah në javën e ardhshme, nëse ka dikush ndonjë pyetje le të urdhëron.